unë e pres nga drejtësia që drejtësia të mirë me to, jo të mirë ne si qytetar, apo të përdor të kanuni lugraxhini që s'kem nevojë. Ne kemi mbulu për një drejtësi me çirukit vën nga ordhit etnike serbe. Në emër të popullit Argjykim, i akuzuar Ersem Abdullahu me shënime personale si në procedurbar të këtij shurtimi fillestar është fajtor. I akuzuar Ersem Abdullahu përmes rrjetit social Facebook në qëllim të shkaktimit të frikësimit dhe ankthit, seriozisht e kishte kanosur të dëmtuar Hysni Gucati në fanpage të rrjetit social Facebook me emrin Diasporën e Krye, ishte postuar një foto e të dëmtuarit me mbështrimin Prokuroria e thënë Hysni Gucatin mori rrugë për 19 vite si sekretar shkolle pa shkuar në punë. Ku më pastaj akuzuari përmes rrjetit social personal të tij Facebook me emrin Ersem Abdullahu kishte shkruar komentin me fjalët "Këtë derë duhet pushkatuar". Mes rast të i dëmtuar Hysni Gucati ka shkaktuar frikë, ankth dhe pasiguri për jetën e tij. Me këtë ka kryer vepër penale kanosja të akuzuarit Ersem Abdullahu i shqitën. Dënim me burg ka zgjatur prej 4 muaj, të cilin do të huaj 15 ditë pas plot fuqishmërisë së këtij argjykimi. Ky është vendimi i gjykatës ndaj këtij vendimi polit të faknosja kanë drejtë ankesën në rreth 30 ditë. Kjo është tërë. Unë dhe së të në fillim, çdo vendim që merr gjykata unë pajtoj edhe, kështu që pajtoj. Çdo vendim që merr gjykata pajtoj, kështu është vendimi i gjyqtarit, unë pajtoj me gjyqtarin, me gjykatën, 4 muaj burg efektiv. Kjo është mirë që të mbledhë me gjithë ata të tjerë që kenë kujdes në rrjetet sociale, mos fyjnë, mos shkruajnë pa lidhje, dhe mos shkruajnë pa fakte, nëse s'ka fakte argumente pse me fyjnë një njeri apo një person pa nevojë. Kështu që për mua unë pajtoj, tash në fillim pajtoj me gjyqtarin që dha 4 muaj burg efektiv, ti zotnis, edhe inshallah të tjerë të mbledhin me anë dhe nuk fyjnë më njerëzit apo qytetarët nuk fyjnë. Në fakt që ky njeri e ka ndivë vetëm fajtor, e ka ndivë vetëm shumë keq, që ka tash po dalë në pozicion di, që s'ka mund të marrë se ka ndivë vetëm është fajtor edhe ka ditë përgjegjësinë e vetes çfarë ka, dhe s'ka sot këtu në Sonc. Mu vjen keq pas mori pidjemve të tina, që do djem ti që më kanë thënë telefonin, më kanë shkruar, kanë emiu që kanë kërkuar folje, ka keq po. Kur ka babën të atij tipi, më mirë baba mos më kërkoj ashtu s'është tur për atë plak. Po të plak se më 7 vjeçare me çuni jetë keqe familjes djemve sene, e mos më qyre punë të vetë. Ai është në Ravessun në Skënderaj, ai mua s'u kum një, as baba as babgjysh, as më personalisht një. Kështu që çka do të thonë një njeri i keq e bën të losha familjen dhe rrethin. Kështu që më vjen keq fidjem me tina mas pari. Para të plakës më vjen keq fare. Jo. Për to s'u vjen keq hiç. Ai ka marrë ato çka meriton, ndoshta është dosh më shumë, po unë pajtoj me gjyqtarin ato çka ka bërë sot gjykata ndërmes, unë pajtoj çdo sa.